Banorët e Bakseriollit organizojnë të mërkurën në orën 10 një protestë para SPAK. Prek Molla, përfaqësuesi i banorëve të Bakseriolit, tha se protesta do jetë me komunitetin shqiptar që është i prekur nga problemi i pronave. Kërkesa e SPAK do të jetë për drejtësi, teksa banorët kanë depozituar një kallëzim të ri. Protesta para SPAK është në bashkëpunim me gjithë komunitetin shqiptar, të cilët janë të vendosur për pronat e tyre, ku ata siç ne kanë probleme nga më të ndryshme të lidhe me pronat. Jemi lidhur me shoqatën Dugagjini, jemi lidhur me shoqatën Dukati Vlorës dhe gjithë shoqatat që na kanë mbështet, që nesër në orën 10 paradite jemi pranë SPAK-ut. Kështu që i baj thirrje të gjithë shqiptarëve që kërkojnë drejtësi, që nesër në orën 10 të jenë pranë SPAK-ut një protestë paqësore, ku do të kërkojmë SPAK-ut drejtësi dhe vetëm drejtësi. Unë nuk kisha kërku edhe gjithë banorëve të fshatit Velipoj, të gjithë banorëve të Shqipërisë që duan të kërkojnë drejtësi dhe duan të tregojnë veten se janë shqiptarë, të vinë nesër dhe të paraqiten pranë SPAK-ut për të kërkuar ata që mendojnë se ju kanë bërë pa drejtësi. Nga SPAK ne kërkojmë diçka më shumë për arsye sepse ditën e djeshme kemi depozituar edhe një kallëzim të tretë, i cili në këtë rrallë është me shumë emra, të cilët ditën e nesërme pranë SPAK-ut unë do t'i them të gjithë këta emra që janë të përfshirë në këtë ofertë korruptive dhe në falsifikimet që janë bërë lidhur me dokumentacionin që Fatmir Zhvelca ka fituar pronën. Molla thekson se protestat do të vijojnë dhe kanë mbështetje nga gjithë populli, prandaj nuk do dorëzohen. Protesta tani nuk ka shquar se këta mendojnë se ne u lodhem, nuk do të lodhemi. Ne kemi mbështetje nga gjithë populli. Unë e shoh në për komente, në për thirrje telefonike që na përshëndesin dhe na japin forcë që të vazhdojmë dhe mos të dorëzohena dhe nuk do të dorëzohena. Për sa i përket asaj që the të ndalimit, po, është e vërtet 20 persona na kanë ndaluar dhe nuk na lejon të afrohemi. Këta ka bërë prokuroria bashkë me gjykatën. Këta janë të lidhur dhe kështu që edhe për këtë çështje unë jam shpreh në kallëzimin që kam bërë, sepse prokuroria rreth gjyqësor Shkodër ka dhënë dispozicion gjithë mekanizmin e saj për të na ndaluar ne për mos me shku në vendin e quajtur resorti Bloborg. Policët vinë na numërojnë se sa veta jena dhe porosisin edhe policë se sa policë duhet jem ne, duhet jenë ata në karshe me persona që jemi ne. Nëse ne jemi 20 persona, ata vinë 60 policë. Nëse jemi 50 persona, ata vinë 150 policë, kështu që ata vinë dy fishin. Prej më shumë se një muaj, banorët e Bakseriolit janë në protestë kundër ndërtimit të një resort turistik në zonë.